Rikthehemi drejt për drejt, nderuar shikues, është paraqitur për herë të fundit në shërbimin e provës zoti Saliani, ka dhënë dhe deklaratë për median, do ta ndjekim. Sot është dita e fundit e përfundimit të quajturës provë dhe vendosje në shërbim prove pas vendimit të lirimit me kusht nga gjykata e Fierit. Në fakt është përfundimi i një periudhe të errët, jo vetëm në pikpamje të kufizimit të lirive personale dhe të shkeljes së drejtave personale, por një periudhë e errët e një dënimi politik për arsye politike dhe për fatkeqësisht përdorimin e drejtësisë për akmarrje personale dhe akmarrje politike për të ndikuar në luftën politike. Siç u tregua në këto 2 muaj e gjysmë, periudha e shërbimit të provës, siç edhe di dhe kam thënë, nuk kam pas ndonjë arsye tjetër përveç arsyes politike izolimi im për shkak të fitores në betejat elektorale përballë Partisë Socialiste. Këto 2 muaj e gjysmë treguan atë që kam thënë që nisje, që nuk ka pas asnjë rrezikshmëri shoqërore qëndrimi im, po themi, në liri, nuk ka pasur një vepër penale e cila të ketë sjellë dëm shoqërisë, përkundrazi, vepra apo pasoja e solli në shoqëri, denoncimi im publik ishte një pasojë pozitive. Pra një person i dënuar me 7 vite e 4 muaj burg për trafik ndërkombëtar droge, i lidhur me qeverinë dhe me ish-ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafaj, shkoi u dorëzua në burg. Pra është kthyer përmbys një po themi apo disa norma të vendosura nga shoqëria. Shoqëria të izolon nëse vjet, nëse bën korrupsion, nëse vënon, nëse vret. Ndërkohë që kundërta ka ndodhur me këtë rast, unë jam izoluar dhe jam burgosur për shkak të bindjeve politike dhe për shkak të denoncimit të një personi të inkriminuar dhe që vazhdonte aktivitetin e vet kriminal i lidhur me qeverinë. Pra, kjo është një histori e cila nisi shumë vite përpara, siç ju e dini, dhe nga dita në ditë të gjitha denoncimet që edhe personalisht kanë bërë në emër të Partisë Demokratike, po dhe denoncimet e tjera të bëra nga Partia Demokratike, po faktohen duke faktuar së pari lidhjet e forta të krimit me qeverinë, jo vetëm lidhjet e forta, po kontrollin fatkeqësisht të grupeve të krimit organizuar dhe përfshirjen e drejt për drejt apo involvimin e drejt për drejt personave në funksionet më të larta qeveritare apo policore apo të drejtësisë. Është një çështje që pas këtij momenti që është po themi përfundimi i këtij po themi turpi për drejtësinë, kësaj njolle turpi për drejtësinë e kapur politikisht nga Edi Rama, do ta vazhdoj këtë çështje deri në Strasburg dhe pa diskutim që të drejtën do ta fitoj, por ajo që dua të theksoj, jo se nuk e kam bërë përpara, por duke qenë se e kam provuar vetë edhe në kurriz se çfarë do të thotë të prodhohet pa drejtësi nga institucionet të cilat duhet të prodhojnë drejtësi, do të luftoj akoma më fort për interesin publik dhe për interesin e qytetarëve, të cilët fatkeqësisht përballen me padrejtësi të përditshme jo vetëm nga institucionet e drejtësisë, por edhe nga të gjithë institucionet e ekzekutivit, të cilat janë kthyer në institucione dhunuese dhe gjobash të përditshme, të cilat i kanë lëkurë qytetarët e Republikës.